Është viti 2015 dhe 1 euro këmbet me 143 lek. Sot, vetëm 93. Po çfarë ndodhi? Edi Rama e cilëson këtë si një sukses të ekonomisë shqiptare. Forcimi I lekut është sukses I ekonomisë shqiptare. Dhe thot se ekonomia jonë është forcuar. Zakonisht një ekonomi e fortë përcaktohet nga disa parime. Një prej kryesoret është eksporti, në të cilin Shqipëria ka pasur një bilanc negativ për shumë vite me radhë. Në 2024 eksportet ranë me 15%, ndërsa importet janë 2 fishi I eksporteve tona. Pra kemi një bilanc negativ dhe një deficit prej 5.5 miliard dollarësh. Një tregues tjetër I një monedhe të fortë dhe të qëndrueshme është vetë Banka Qendrore. Në vitin 2024 dhe 2025 Banka e Shqipërisë ka bler 2 miliard euro për të frenuar rënien pikjat të tij. Por në 2026 blerjet vazhdojnë akoma. Do të thotë se ka një ulje të mëtejshme të vlerës së euros që Banka e Shqipërisë detyrohet ta zbusi. Mendojeni pak, nëse rritja e lekut do ishte histori suksesi, pse Banka e Shqipërisë ndërhyn gjatë gjithë kohës që ta frenojë rritjen e lekut? Më ndiqni në videon time të radhës në të cilën do shpjegoj në detaje se si Banka e Shqipërisë bashkë me shtetin shqiptar ka ndaluar rënien e euros pikjat për shkak të gjithë lekut informal dhe të pistë që qarkullon në Shqipëri.